World Cup në RTK Radio. Dashur dëgjues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga studio programit të parë të Radio Kosovës. Në të njëjtën kohë, juve që faktikisht keni vendosur dhe mund të bëni pjesë e jona, të njëjtën mund ta bëni nëpërmjet rrjetit social Facebook. Përndryshe jemi me emisionin special kushtuar kampionatit botëror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Është një ekip i gjerë i cili si gjithmonë po përkujdeset tashmë edhe në ditën e 6 për realizimin e emisionit sportiv kushtuar Kupës së Botës 2026. Astrid Demaku, kolegët të cilët janë në pjesën teknike bashkë me Driton Bonjakun, Kreshnik Çarkaxhiun, mos harrojnë shpejtim se Aliun Blerim Biçmetin e Gens Berishën. Përndryshe, në të njëjtën kohë falenderojmë edhe Vlera Sportin që është përkujdesur të na sjell këtë top zyrtar të Kupës së Botës, këto pajisje sportive pa harruar dhe trofeun e çmuar të Kupës së Botës. Tani më është radha që të prezantohen fillimisht tonë, më pastaj mysafirët e ftuar, panelistët të cilët janë të nderuar dhe të respektuar. Unë jam Fatos Prenishi, kam të ftuar dy shok, nëse mund të them, nga se dikur me njërin kam qenë bashkëtar, edhe kemi luajtur shumë, bëhet fjalë tani më për trajnerin e njohur, dikur futbollistin e njohur në shumë skuadra të mëdha, për zgjedhës, po themi, është je pjesë e përfaqësuesës U21 në atë pjesën përse takon Dims trajnerit Liridon Kuka. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën Fatos. Mos harrojmë që je pjesë edhe e skuadrës së Gjilanit. Po, gjithashtu. Dhe në klubin tim të djathtë është Naim Bonjaku Xuzi, i cili përkundër angazhimeve që ka pas në orët e hershme. Yes. Për futbollin, Për futboll edhe pikë notës. Xuzi, faleminderit shumë. Po. Përndryshe do të flasim gjerë dhe gjatë për rrjedhën e kampionatit botëror, ndeshjet të cilat pritet të zhvillohen sonte, por jo vetëm. Po e filloj Lirdon me juve, si e ke parë deri më tani kampionatin botëror, po e vrem që edhe ato kombëtarët që mbase në fillim janë quajtur outsidere, po shkaktojnë befasi të mëdha. Po është fati mirë që futbolli ka ndryshuar në gjithë globin. Domethënë nuk po dihet kush është favorit në ndeshjet zyrtare që të kampionatit botëror. Fillimisht fillu me Meksikën, e cila një ndeshje shumë e ashpër, shumë e fortë, me numër që ka me vazhdu me kartonat kush filloi edhe ndeshja e parë, por pastaj filloi kundërta, filluan dështimet e ekipeve të mëdha përveç Gjermanisë, që dihet që patin një paraqitje shumë të mirë. Ekipet tjera pothuajse nuk e treguan atë më të mirën. Unë jam kurioz me pa idhullin që e kam pas, ndoshta që tash një kohë gjatë, Ronaldon, i cili më pëlqen shumë dhe kam shumë dëshirë që unë më kurorzu me kampion bote, edhe jam shumë me padurim me presa të ndeshjen e parë të Portugalisë, pa vlerat e asaj ekipe. Absolutisht, Xuzi, këto ekipet favorite sikur në fillim kanë hasur në vështirësi. Dihet që lojtë e para vërtet janë shumë të rëndësishme, edhe kush merr 3 pikë ka më të lehtë në vazhdim. O tash o kur sa i përket Ronaldos, po mendoj është vetëm edhe kampioni i botës, i mungon lojtarit më të mirë në botë për 5-6 vite. Ajo çfarë është duke ndodhur është këtu befasi janë për shkak se është kampionati i parë botëror që zhvillohet me 48 kombëtare. Faktikisht 16 kombëtare që shumë prej tyre s'kena ndëgjuar ndoshta Curaçao, po mendoj është 10 herë më e vogël se Kosova, i ka 150 miliona. Kepi Gjelbert, mandej, ekipe si Kongo që jo me dojë mos që kemi pas në për kampionate botërore, kështu që ky futbolli tashmë ka ndryshu edhe kemi kombëtare nga Afrika të cilët janë shquar për fizikun e tyre, për domethënë shpejtësinë e tyre, energjinë që kanë fush, mandej ki latinoamerikanët që janë super teknik, edhe kemi klubet apo kombëtarët evropiane që janë ekipe taktizuese dhe për taktika janë domethënë kombëtarët që shumtën e rasteve dhe bën kampion bote. Liridoni e përmendi idhullin të cilin e ka tash Sovjet. Ja, o zemrën. Liridoni, se nuk gaboj, e ke pas një ballafashim me Cristiano Ronaldo dikur sa. Jo ide. Po, kur
Një kohë kom pak ma i ri. Po në vitin 2009-2010 në atë kohë, në Shqipni kem pas një lojë miqësore me Real Madridin, sa isha pjesë e Gramozit, të Ersekës, edhe ai ballafaqim ka met disin në ato kujtimet e mia të mira të futbollit, cilat shumë futbollistë nështë e kam pas ëndër mu ballafaqu me një ekip galaktikëve që ka pas Real Madridi edhe në atë kohë. Edhe me Milanon ka pas në disë. Po me Milanon ma herët, mas ne i ka ardhur Reali ka luajtur. Milano ka luajtur edhe me Tiranën, po ka luajtur me reprezentacionin e Shqipnisë kombëtare. Kurse Real Madridi ka luajtur me një ekip, Gramozi, nga Erseka. Pronari tyne është Koza Giza. Promovimi i parë në historitë të klubit që ka qenë Superliga në Shqipnisë. Edhe president ka qenë Taçi Ojl, atëherë Mustafa Taçi, domethënë, babai i Rezartit ka qenë presidenti i klubit. Edhe na i ka realizuar një ëndër që shumë vështirë ka qenë mu realizu ndonjë ekip. E që Ronaldo ka qenë aty dhe ka luajtur edhe Ka qenë edhe Kaka nëse nuk ka bërë. Kaka, Ronaldo, Po është koha. Sergio Ramos, Raul ka luajtur. Galaktikët, fundit prej asaj kohe ju ka mbetë emri Galaktik. Prej ma herë të kam pasur Galaktik. Pak më herë, po e vërtet, po. Në qatë kohë ju në konë taman fix emrit i kanë najtë. Edhe kam pas fatin me marrë dhe panelen e Raulit. Raulit, okej. Raul është legjend golashenus, absolutisht. Gjithë për një futbollist në këtë rast, fat të cilin e ka pasur Livdon Kukaj duke u ballafaquar me idhullin të cilin e ka tash sa vite, vërtet është një ëndër e realizuar tash. Absolutisht, po menoj ideja është që ne krijojmë pëlqimet tona, tani futbolli padyshim që ajo çfarë ti bën në fush, mandej krijon edhe fansa. Edhe nëse i shohim kështu, Messi dhe Ronaldo, kush pak më shumë, kush pak më pak kanë fansa, edhe saktë çka bën Messi se bën kush tjetër në fush, por mandej me kohë, jo vetëm futbolli, po karakteri, personaliteti, zemërgjërsia, deklaratat, jeta familjare. Krejt këto e formojnë një personalitet që mandej të bën me dasht edhe ma shumë. Si që është Cristiano Ronaldo, më thoni ka gjitha këto. Edhe, unë edhe me një emision kisha para 2-3 dite në televizion, edhe pse donë ma shumë Ronaldo. Nuk është puna aty pse zonë, po unë gjithmonë ja parashtroj vetes shumë nëse kisha pas mundësi mi marrë me bo një 11, edhe me më thonë, tani, 11 që jo zgjedhe vetë, po e ki mundësin ja Ronaldon, ja Messin me marrë. Për shkak të lojës që unë e pëlqej ma shumë prej anash, nuk e kum dash kur lojën që ka shku shumë në përmes, si Messi që e lunat pozitën, do të thonë, ta hup topin, s'din ku është, por më ka pëlqy tipi Ronaldos prej anës, depërtimet, centrimet, shuti, do me thonë, këtë këtu e kanë bo Ronaldon me konë i pëlqymi jema dhe dhashtë zoti, edhe pse na po flasim ekipet shumë, apo prap Argentina është një prej favoriteve kryesore, pa dyshim. Do të flasim edhe për këtë nëse ke përshtuar diçka. Jo, vetëm unë kisha shtu këta të dysha që i përmendi Xhuxhit, Messi dhe Ronaldo, fat është që kanë qenë të dy të njëjtën kohë. Edhe unë besoj ai shpirti garus i ka shty me hap më të mirën se cilën kohë. E mojna në Messi e ka pas një 2 vjeç që i ra fizikisht, ra prej formës, pastaj e pa Ronaldo po mbi zotrën, filloi u përkushtuan maksimum edhe mbriti prap nivelin që i ka pas, edhe që prej 2007-2008, nuk e di se vetë sakt, dyshja është në skenë të në kohën, dhe më thonë, ajo dyshja që nuk ka pas shumë ndryshime. Nuk ka me pas kur një dyshja tillë në futbol. Kohën e Pelles ka qenë Pelle, mande ka qenë kohë e Maradonës. E ki parasysh, po se ka pas dytin e ti. Një konkurent, po. Nuk e ka pas. Mandej, Ronaldo, kjo është kriju, do me thonë, kjo dyshe, vetëm pasi Ronaldo ka bo lëvizjen e tij prej Manchester United në Span.
Real Madrid, sepse qëndrimi tim me një ligë tjetër, Premier League për shembull, sikur mos kishte lëviz, sikur Messi që nuk ka lëviz kur për i Barcelonës, është dorën zemër më e lehtë me një ekip që me sy mshel njësh me ta, me arrit maksimumin, se sa me shku prej një ekip tjetër, je ma i miri, po mandej duhet me dasht ata, duhet me të hap topin, duhet me qenë, por Ronaldo është për ndryshe lider, kështu born Për lider. atë edhe kena pëlqyer Ronaldo, por shkak që ka bën ndryshime ku ka shku, domethënë ka tregu veten. Ka qenë Kjo është ide, Manchesterit. kjo është ide. Në çdo ekip ka qenë golashtues. Po secilin ligë domethënë e ka dominu ligën ku ka shku. Edhe ata ajo na ka bën neve me vlerësu hala më shumë. Absolutisht, po kjo është ajo. futbollist. Kjo është pse për mene. Edhe po besoj po pajtoheni, ka më shku një kohë gjatë edhe historia e këtyre dyve vështirë se do të mund të përsëritet. Tani, nas kena me përjetu. Naj se përjetoj. Për atë edhe dua Mas të them. 50 vjetë nuk e di që ka ndodh, por për këtu 50 vjetë e ardhshme, ti nuk e ki sot një si ata. Mbappe, Jamal, nuk janë kërka kuptimin e asaj çfarë kanë kërshërie, kanë gjallë kur kanë dalë në fushë. Një Cristiano Ronaldo se një Messi. Me 42 vjetë, djali është fizikisht si një 30 vjeçar. Po mendoj, edhe tani paraqitja e Ronaldos s'mundet kurkush me prit ti paraqitje si para 4 vjetë ose 8 vjetë. Por prezenca e ti thot shumë, edhe fundit është shumë i dhonën me sukseseve. Dini vitin e kalum kur nuk i arriti me fitu me Al Nasser, ton ai vaje, ton ai kojtën, ta mërmenja ja morën këtë paret. A vëdin, por ja këtë vit ja doli, u bu kampion edhe me ekipin në Arabia atje me Al Nasser, edhe po Portugalia është për shumë njohës futbollit dhe një matematicient i cili anglez, irlandez, s'pon kujtohet, e lezohat i kun para do dite që 3, 4, 5 kampionatit e fundit botërore në përmjet numrave kogja mirë e ka qellu kush ka me qenë finalist, kush ka me fitu kampionatin e botës, edhe këtë herë ai i kish para pa Hollandën dhe Portugalinë në finale. Fatkeqësisht Hollandën e kish para pa si kampion bote, nuk më pëlqej, por le të vinë dhe në finale e më ndishqoj me bojë. Absolutisht. Befasi ose senzacion në grupin H, ditën e djeshme ishte barazimi i Spanjës me ekipin e Gjelbër 0-0. Në këtë grup baraz përfundoi edhe Uruguay me Arabinë Saudite vetëm se 1-1. Po besoj A din që portieri, më fal, portieri ekipi Gjelbër. Për brenda 24 orëve miliona ndjekës kishë bërë në rrjetet sociale për 90 minutin që ka tregu natë ndeshje. Edhe paramendoni portieri Vazinho, sepse ishte pjesë e një skuadre në ligën e dytë të portugeze Chaves, nëse nuk gaboj. Faktikisht përveç ndjekësve që i ka marrë për një kohë shumë rekord, edhe një kohë shumë të shkurtër, ishte edhe lojtari man of the match i ndeshjes, paramendoni me një super Spanjë. Ishte ai që shpëtoi ekipin e portieri. Ato tentimi që ka pas Spanja në fort. Ka arrit mi mbrojtë dhe është diçka normale që ka mos zgjedhë edhe portieri i ndeshjes me plot merit. Domethënë gjithë ato tentime plot 90 minuta Spanja e ka dominuar ndeshjen. Absolutisht. Është pa vetëm një në port, është pa edhe prap. Shumë e vërtetë. Prap rezultat baraz. Për ndeshjet që kemi pa deri tash, ndeshja që më ka pëlqyer shumë ka qenë Maroko, dhe po mendoj Maroko nuk është befasi. E ki parasysh, ata janë kampion në fuqi edhe pse Senegali ka fitu kampionatin afrikan, dihet pra, por ka një gjenerat e cila dhe atje po përfundon si gjenerat, por është një gjenerat që luajnë kohë gjatë bashkë, edhe lojtarë që luajnë në klubet mëdhaja, edhe klubet afrikane si Maroko, Algjir, Tunizi, janë, do me thonë, gjithmonë
të gatshme për befasi. Tani Tunizia hupi 5-1 prej një Suedie të cilën Kosova 2 herë e mujti. Me po këta lojtarë, me Ajsak, njëjtë. me Po, me Gyökeres. 2 herë kena mujt paç kështu, si loti, ma di që kjo dhe më thu, Se nuk jemi ne. para më të ishim konë, edhe po nejse, edhe fati Po është me dhe pjesë. Haiti është pjesë e kampionatit botëror kur kemi luajtur lojë Po, me ta kemi Haiti, pa dhe diferencë. para me no. Po u zhvillu. Po Haiti, po se ma kujtove. Megjithse edhe tani ato kualifikimet e Haitit kanë qenë 3-4 klube diçka dhe kundërshtar. Ajo, s'diskutohet, ajo nuk Por diskutohet. funit ata janë pjesë e kampionatit botëror. Që na nuk e patëm që- fatin për pak. Po, e vërtet, e vërtet. Po unë besoj që duhet mburim edhe Edhe me Turqia, kombëtarën Po. tonë që ka tregu shumë lojë atë mirë dhe më na ardh deri në finale. ne po luajmë loja e fundit miqësore, që patëm kundër Andorrës, Andorra që na murin qafë në ato kualifikime 1-1 në atë parasim, e morëm të poshtë, në faktikisht për tyre, pa lojtarët, ta them kështu, kyç që 10 vjet luajnë, Rahmani, Muriqi, Rashica, Zhegrova, you name it, që tash më kujtohet, faktikisht me kip dytë, hiç Fisnik Aslanin, Leon Abdullahun, Albion Hajdari, që janë standard 11 të Kosovës, edhe që kanë lujt super djemë. Që ka po më pëlqen të Kosova është që nuk ka dikush i pazavencushëm. Ajo është e mira. Kjo është shumë e mirë dhe djemët pelojnë, po menoj po hinë me qasi energjie të mirë dhe dashuri për futbolin, për kombëtarën, sa që për një ma e kanë gjetë edhe për krajën e një trajneri që na kem në fak, sepse një trajner me emën për Marcian Gjeloti s'mund të kryen punë ty në Kosovë. E ki parasysh. Ata e mësu me lojtarë të gatshëm, Të lojtarë të mëdha lutem, evropianë, dhe është apetitet e problem. tyne janë të mëdhaja. Neve kem nevojë për kësi, selektor si Foda, që I ka kërkesat. e qon Austrinë deri atje ku Dhe e ka qu. kriju një frymë Mande, shumë të mirë mrena, shumë, mëra ekipit, shumë, domethënë kanë shumë. janë bërë si familje mrena, Por- dhe ajo është shumë Por pozitive. unë këtu i japi kredit edhe pa dosh mi bo lajka ose të parit të federatës Agim Ademi, nëse ju kujtot, Kosova ka qenë keq si kombëtare kur ka pas amulli në FFK, kur ka pas shumë fjalë. Jo, kjo ka ka pas pas sulme shumë- prej jashtëm. Sulme prej jashtëm, prej mrenda, Po, edhe kur ato janë ratu, Agim Ademi ta ka pru Leonin, Fisnikun, Albionin, Çdo zgjedhje lojtar vone mirë. që edhe Gjermania ti merr, ti mban, i ka që aty, Gjermania, Zvitra, për shembull, edhe është për ime për me të ardhë mirë, që është një rahati në FFK, edhe në kombëtarët e lojtarët, duhen njoni me tjetërin shumë lojtarë. Ki Tash parasysh, kanë shumë shoqëni të mirë se Shumë. kemi kontakt ka pak me ta po, dhe i pa shohim ty edhe po ti je ma jafër që unë edhe i nuk shohim dyshoj. edhe biseda që i bëjmë Po. mes veti ose që shfol Po. për një bashkëlojtar tina, e shohim që ka ngrohtësi, ka atmosferë Po, mirë. po e mirë duhe me njëri ata, tjetër po. faktikisht, edhe s'ka inati, s'ka xhelozi mrena kombëtarës tonë, edhe kjo të mandej besoj shumë që mundet me sjellë sukses. Absolutisht të meritat faktikisht, siç e përmendën në fillim të kësaj bisede për Kosovën po flasim, i ka fillimisht Franco Foda që ka arritur të mbajë lojtarët me këmbë në tokë. Dihet që në çdo kombëtar ftohen futbollistët më të mirë dhe më në formë. Nuk ka yje që kanë mendjen lart. Po, Këtë ka arritur që Foda faktikisht ta stabilizoj, po besoj po pajtoni. po, absolutisht. Është pyetje e Gjana pashmangshme. Po të kualifikoheshin. Ama Po të ishim pjesë e kampionatit botëror, kemi qenë shumë afër në atë Po. ditën finale, Xuzin. po, Do të shtosh. Po besoj. Deshta veç mund të lidh Pa. këto që e the për futën. Tani, pak edhe fatit ndihmon gjatë rrjedhës, sepse ka pas momente kur për shembull ti deshte e kon pa kapitenin, i lëndum,
i dashur me marrë dikën për me zaventsu edhe ka dalë që zaventësimi ka qenë adekuat. Mandej emra si Shekerova për shembull që ka qenë i lëndum, mandej ka shku në Juventus s'ka pas minuta dhe pse është emër i madh edhe pse se cila kombëtare kish pas qef me pas një Edon Shekerova për kualitetet e tij. Domethënë prap nuk është ngërthy prej emrave foda, po prej lojës kolektive dhe çka ka kërku në fush me u zbatu. Definitivisht jam shumë kështu me shpresa që ku me përjetu nuk ku me dek inshallah, pa e përjetu një evropian ose një botëror. Për botëror vërtet kemi qenë si asnjëherë më parë shumë afër, e do të jetë relativisht të vështirë. Ju e pamundur që të përsëritet e njëjta. Për kampionatin evropian jam i bindur që me këtë gjenerat do të mund të arrijmë shumë dhe të jemi pjesë e kësaj ngjarje pikërisht në këto kualifikimet e Ligës së Kombeve që do të nisin gjatë muajit shtator. A fillojnë shtator kombeve apo Liga e Kombeve? Liga e Kombeve. Kur fillojnë kualifikimet për evropian? I kemi pasit përfundoj. Bas, domethënë 2027 një pjesë. Që 2028 e kemi kampionatin evropian edhe kemi mundësi që nëpërmjet dy kualifikimeve të arrijmë rezultate. Ku bëhet kampionati evropian? Kampionati i ardhshëm evropian. Tash do të flasim sepse edhe për të e kam Irlandën, e kena Izraelin, e kena Austrinë, do të kemi edhe disa fjallë. Po. A do të mund të bënim boll Amerikës ose Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Grupi që është dashur. Grupi që do të mund të ishim deri në fakt. Amerika e fortë. Amerika është e fortë, po stili, sistemi që kena luajt na, besoj që na kishim mujt shumë me arrit në këtë grup. S'po them që nështë kishim qenë të parë, po të i dyti pa problem. Pa problem, besoj që Amerika, Paraguay, që kena pas. Kush ke tjetër, më fal? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Paraguay edhe Australia. Australia, po. Domethënë janë disa kombëtare që Turqia Kosovën besoj që kish shumë pim poshtë, s'po them pa problem, po jo me mund shumë të madh. E po me edhe Australinë që është luajti, domethënë që Australia dorëza me fati mujti sepse Turqia dominoi ndeshjen. Absolutisht. Dy gola, po me dy gola dhe fitoi ndeshjen. Që kjo është futbolli modern, ti duhesh me shfrytzu rastet edhe nëse marrim shfrytëzimi rasteve Zvicra kundër 1-1 luajti me Katarin edhe deklarata mandej e Granit Xhakës ka bujt madhe në Zvicër tek njohësit e futbollit, të cilët e kanë përkrah deklaratën e tij që është mos e manku, por ka qenë i drejt për drejt, ka thonë që lojtarët të cilët ju beson Jakini, trajneri me cilin ka luajt futboll përpara në kombëtare, edhe ju jep minutazh, ata duhet me luajt sipas kërkesave të përgjegjësit e jo mundu mu bo one man show. Sepse ka pas deklaratë shumë e vend. Absolutisht. Ka pas shumë raste që zgjidh ndeshjen ata shumë më herët. 3-4-0 dashur ndeshjen e përfunduar. Dy raste tre kanë qenë për bashkëpunim, nuk kanë bashkëpunuar. Po, e vërtet. Nuk ju ka jap topi ku na u dash, po pra. Domethënë ajo ju ka kushtuar në fund. Gjithmonë futbolli është ajo. Futbolli dënon gjithmonë kur e nënçmon është. E nëse një kampionat botëror e ka një Ronaldo, një Messi, për mendimin tim prej kapitenëve është definitivisht Granit Xhaka, një prej kapitenëve që jo vetëm që vlerësohet për neve shqiptarëve, po një lojtar i cili po pritet ose po kërkohet prej analistëve të futbollit në Premier League, ish futbollist, që ai është adekuat për Manchester United. Edhe unë mendoj që tipi i tij, kryq kakaj, si lider, energjik, do me thonë, është tipik për Manchester United edhe kisha pasur një ekip shumë të madh me po. Kanë propozuar shumë analistë Premier League se kanë propozuar që të jetë transferi Manchester United. Sunderlandi, nëse pajtoni me mu, ka pas një fillim shumë të mbar, e çuri shumë të mirë. Momentin që se po më qonë rënë qesë, momentin që u lëndu Xhaka, mungoj
4 lojë ose 5, nuk jam i sigurt. Po, ka Evidente pasur Ram, mungesë. ja 1.2 fitun. Momentin që u rikthy, Prap, erdh Në në ligë në Kupë UEFA me lujt, do me thonë, kjo nuk diçka që shihet kallaos nuk lyp. Edhe Bayer Leverkusen ka qenë njëri prej futbollistëve mesfushorëve më me efikas. Borussia Mönchengladbach, kur ka shku prej Bazelit, mi ju tregu sepse kjo është e sigurt çfarë po në si lajm, si informacion, ka qenë standard dhe 5-6 xhirot e para, edhe ka lujt mirë, por personaliteti i tij ka nis mos mi pëlqy trajnerit sepse çish me thon, i ka hi vet janë qef. I ki parasysh. Edhe trajneri e kalon 5 muaj në bank, her pas tjerave ka shtirë si rezervë. Momentin që ja ka jep prap shansën standard me lujt, në fund të sezonit, atij sezoni, ai ka qenë mesfushori defanziv më i miri në 11-ën e Bundesligës. Oni ka bo mirë. Absolutisht. Po Gjermani s'len me çu kryt o vëlla. Është mirë që ka reflektuar. Po shumë, megjithëse kultura gjermane në Zvicër e ka, se gjermanisht edhe gjermanofolës është, por po, klumit na që e kemi. Lirdan sonte na pret një ndeshje interesante, po themi edhe pse mbase favorit në letër janë francezët përballë senegalezëve, kjo e vlefshme për grupin I. Me Senegal, e që RTK-ja nuk na e jap, fatkeqësisht Vala e jap këtë. Po besoj keni një parashikim, mund të ketë vështirësi dhe Senegal. Jo, Francën e kanë përcjell disa ndeshje miqësore këto të fundit edhe jo rastësisht domethënë është një prej ekipeve më të forta në botë. Shisha zavendësimit kur i kanë bërë gjatë rrjedhës lojës, nuk e dishit se është më i mirë se tjetri. Domethënë ka 2 super ekipe, edhe çdo zavendësim domethënë nuk vrehet ai lojtari që jashtë nuk vrehet. Me cilin do luan Francë. Që ndoshta disa kombëtarë tjera i penalizon kjo. Senegalin e njohim, janë ekipë që çiprapojnë shumë, janë ekipë fizik që luajnë futboll fizik, po Franca besoj si në letër ashtu edhe ndeshjet do të jetë. Unë ndoshta një shans që e shoh te Senegali është shumica e lojtarëve senegalez luajnë në Francë. Po. Ligë të parë dhe ligë dytë, sepse ka qenë koloni franceze, gjua frange, dhe sepse për shembull kolonitë mas i përmenda që kanë kolonizuar në atë kohë, ju kanë jap arsimim, ju kanë jap shumë çka të mirë, derisa neve okupatori dhe armiku joni përbetum na ka marrë senet e mira dhe s'na kalon me hiç përpara. Këtë mira na ka marrë dhe na i ka mbyll, kështu që do me thonë na dosh këtë mi fitu vetë. Edhe Senegali mendoj që nëse dikush mundet Francës mi ndajt ball jo pa tjetër me mujt, po mirë me ungjersit Franca është Senegali. Pas mesnatën, nëse më të themi në 3 të mëngjesit, Argentina-Algjeria, dresa biseduam. Kjo është në rëtëk, jo, edhe kjo është. A do të mund Argentina me Lionel Messi të mbrojë titullin e kampionit të fituar 4 vite më parë në Katar? Po kam bërë lojtar fantastik, po menoj Argentina nuk është bre, por nuk është Argentina kur farë befasie me mbrojt para 4 vjetëve. Nuk është e letë, mandej edhe Brazilin që me ndeshjen e parë shumë kush ka fillu mos me pasi favorit. Brazili me Angelotin edhe me lojtar që i ka është absolutisht po ashtu një prej pretendentëve. Por nga emrat Franca dhe Brazili është shumë e vërtet, por po shohim ekipe të cilat kolektivisht faktikisht janë zuzi duke luajtur mirë. Po, kolektivisht. Tash më po e vrejmë që shpesh nuk është se po vendosin individët, po flasin po bazohen në lojën grupore. Absolutisht. Ajo po del të jetë qelë si suksesit, pak Absolutisht. Edhe nëse ishte golat në Gjermani kanë shënu mbrojtësit me shushort, jo pa tjetër sulmusit, do me thonë. Një kombëtare është kombëtare mirë kur se cili mundet me shënu gol. Jo pa tjetër me prit veç prej kukaj, prej prenizit, prej zuzit me jap gol, po prej individit, po do me thonë se cili është një gjendje me jap gol dhe me fitu lojën.
Liridon Argentina testin e parë do ta ketë ndaj Algjerisë në kuadër të grupit J, ku ndodhen edhe Austria edhe Jordania. Edhe një Austri shumë e fortë në këtë. Po e kemi pa dhe ndeshjet e kaluara që ka luajtur shumë mirë. Algjeria dihet që Shumë futboll të bukur luajn. Algjeria, domethënë edhe ka futboll shumë mirë. Ka lojtarë që të Afrikano veri. dinë me befasu. Po unë besoj që e tha dhe Xuzi që nuk do të jetë lehtë për Argentinën me mbrojt emrin e tij si kampion i botës, po do të ketë mundësitë e saj, besoj edhe një grup relativisht Po, të vështirë. i kalueshëm për Argentinën. Po, ama të lumit, na që kemi mundësi edhe këtë kampionat mi po edhe Messi edhe Ronaldo të luajnë atë. Oh my god. I shoh. Absolutisht. Edhe do të më kënaqë sa i kemi në skenë. Çfarë është ideja? Po mi po live. Shijojmë, po themi Se të imazhin e tyre. sot ka këtu, po mendoj analistë i shoh që janë 30-40 vjeçar që flasin për të kaluarën, për Maradonën, për Rumenigën, për unë ata i kum përjetu në kohën kur kanë lujt. S'po du me thonë që për mu keq kuptu, po menoj ndryshe kur e përjeton ti je pjesë e qasoj kohe, sikur që jemi tash me Ronaldon, mas 30 vjetëve ose mas 10 vjetëve, fëmija që lindin tash ose 20 vjetëve, kanë me thonë u konë një farë Ronaldo, u konë ai Messi, po si kanë përjetu të lutën. Po, viteve 70-80. Unë kom fillu me Mario Kempes, apropo me Argentinën, në 78-ën është kampionati i parë botror që e kom shiqu, 10 vjeç, 78-ën kur Argentina ka mujtë Hollandën e Cruyffit, Mario Kempes ka qenë ylli i Argentinës në atë kohë qendër sulmuese, dhe prej atëherë unë për futboll të thash në pikë të natës jam i gatshëm me shku, edhe pari ju japi veç me më thirr. Për këtë s'kam dyshim sepse kemi debate të shumta sidomos për lojën e futbollit edhe kemi qenë dikur edhe bashkëtar. Liridon testi i parë se sfida e parë për Portugalinë dhe idhullin Cristiano Ronaldo do të jetë nesër prej orës 19 me Republikën Dominikane Kongo. Sfidë kjo e grupit kë ku ndodhen edhe Kolumbia e Uzbekistani që për herë të parë po paraqitet. Unë thash më herët që Menzies pres me po paraqitjen e Portugalisë dhe të Ronaldos më konkretisht. Është e përmendëm më herët që është një kampionat me ekipe që marrin pjesë nështë jo dhe ekipe shumë njohura në futboll. Po gjithsesi janë kombëtarë që dinë me befasu. Edhe kjo është e mira e këtij kampionati, domethënë që çdo herë po shohim një kundërshtar, një rivalit për shembull, Spanja që luajtin këta, po ekipet tjera din me rivalizu, din mu mbrojt, din çka po kërkojnë prej ekipit tyre. Kjo është e mira e saj, edhe me pa dorë. E kom një pyetje për Kukën. Edhe ato prej shokit tem doshën, edhe i juje, Afrim Tovolani. Thotë zot po ju ndigjojnë kër, edhe po ju përshëndes, pyete Kukën kush ka bo pjesë të unisë të një të dërdanve. Ai sigurisht është Afrim Tovolani, ja ho zemrë. Si e ka marrë postën, domethënë të përzgjedhjes të unës të Kosovës, ka marrë ftesën prej tij, edhe ka qenë një moment shumë i mirë për mua dhe për karrierën time sigurisht, edhe gjithmonë do të jem falënderues ndaj Afrim Tovolanit, jo vetëm për këtë rast, po e kam pas fatin ta kem edhe trajner në Prishtinë, ku i kemi fituar gjithë trofejtë e mundshme me ta. Është trajneri më shumë që ka fituar në atë kohë, edhe e falenderoj shumë. Edhe unë një farë kohë kom luajtur me ta në Prishtinë, do në Cisit u kon atë kohë, por edhe Alban Lumi po ju përshëndet. Po thot veç për futboll je ka fletur që jemi konë bashkë në një televizion edhe jemi shpesh me to musafir. Kështu që përshëndes Alban, tokit kam shumë për zemër, ju dojmë shumë. Gjithashtu. Janë në neve në këtë emision special kushtuar për kampionatit botror të futbollit. Po ta këshur kanë emisione më radhë. Tokin e kam pas për një kohë të shkurtër edhe në pak trajner dhe sinqerisht për atë kohë të shkurtër sa kam kaluar me të vërtet ka qenë shumë korrekt edhe e falenderoj edhe absolutisht. Besoj që ka bërë shumë punë të madhe tek përfaqësuesja U21 sa ka qenë. Pak djem ka Prishtina si Toki. Ka kalon me një pozitë shumë të mirë, po koha kur u largu na i kena një shumë mungesën atij. Domethënë na ka mungu nga dhjetori, nga nëntori dhjetori që u largu. Domethënë edhe tash përfaqësuesja unës tani e një mungesën e Afrim Tovolanit.
Unë veç muj me falenderu për çka do që ka bo, edhe për përfaqësuesin, po edhe për mu personalisht deri tash. Rënafsh. Me që jemi kretë në fund, është e pashmakshme që të mos flasim për ndeshjen tjetër që mund të jetë interesante e vlefshme për grupin L, prej orës 21, Anglia-Kroacia. Po, tani, unë kur jam pyet për kush mendoj për të bërë kampion bote, kom thoni, kom dy opcione. Një kush mendoj edhe një kush kom qef. Pa. Kom qef më bu Portugalia për shkak të Ronaldos. U kryaj mua Që atë. të trehemi të një fjale, Po, sepse do me edhe thonë, Meridoni edhe u kry kjo, e kom thonë, prej fillimit e kom thonë. Tani, Është kush dëshim. mendoj se mundet më bo, edhe pse dikush mund me thonë është befasi e fshekt, po një Angli befasi që Premier Liga e saj para një muj ka lyqë 3 finalet e Evropës, konferencë, UEFA, Evropiane, Champions League, i ka pas në finale, do me thonë, nuk ka të befasi, por e kam një ndjenë të mirë dhe një bindje që Anglia ka me shku shkoqa largë, dhe mendoj që këtu vendet balkanike, si Bosnia, Kroacia, mirë që kanë arritë deri aty, po nuk është një Kroacia shokerit, nuk është një Kroacia asoj kohë, do me thonë është aty ndrim gjeneratash, hala Modrici u lunë, po menoj, ki parasysh do me thonë, por mirë që e kena Kroacinë e Bosnën e nuk e kena Serbinë edhe Malin e Si. Drejton, patjetër që pyetja është e njëjtë edhe për juve, sepse po flasim për një Angli që ka pas shumë ndryshime, jo vetëm tek shtabi teknik e ka Tomas Tuchel. Ka marrë yje shumë në ekip. Për këtë ndeshje. Ka marrë lojtarë që kanë luajtur nëpër ekipet tyre dhe janë në formën më të mirë optimale. Domethënë e ka bërë përzgjedhjen për mendimin tim, Anglia e ka bërë përzgjedhjen ideale. Tuchel. Edhe besoj që Tash e ka gjetë vetën ai. Edhe besoj që ndër vitet nështë një 15 vjet të fundit është ekipa më e mirë për Definitivisht që po. Gjus krejt për fund, po kthehemi tek kombëtarja e Kosovës futboll, sepse e tham që në shtator do ta kemi Ligën e Kombeve, jemi në grup me Irlandën, me të cilën do të ballafaqohemi me 24 shtator, Austrinë dhe Izraelin. Përndryshe, po flasim për këto ndeshjet e Ligës së Kombeve që vlen edhe për një kualifikim eventual në kampionatin Prej aty mundesh me shku në të Evropian. vitit 2028 në Angli, Skoci, në Irlandë edhe në Wales. Po, në Britaninë e Madhe, po. Unë po mendoj nëse është një Austria është shumë e fortë, absolutisht, po mandej të pas parasysh që e kemi një fod aty që Austrinë, mentalitetin, shumë çka i një mirë, atë të lënë për me besu edhe në sukses. Izraeli është ma i dobët se na dhe pse e mujti Shqipni 1-0, po Shqipnia për momentin e ka dhe ndryshimin e trajnerit, faktikisht nuk i ka përmbush apetitet e mia me ardhen e Maranes, s'paku 2 ndeshje ka dështu miqësore prej një braziliani që ishte aty edhe që vetë prezenca e tij në vijën e autit ka qenë shumë. Sigurisht unë mendoj që kam mungu pak agresiviteti i ekipit. Bravo. Po do me thonë Kosova dhe kombëtarja jonë kanë ditë të mira që po vinë, edhe mendoj që Izraeli, Irlanda edhe Austria nuk është që s'mundemi me dalë të partë në grupë. Liridhën je pjesë e Kosovës në këtë rast edhe përfaqësuesës U21, paksa ke lidhje edhe brenda, nga se kjo puna shkon edhe zinxhir, kemi parë shumë futbollistë asoj gjenerate që kanë kaluar më pas në kombëtarën A. Si e sheh në këto kualifikime Kosovën, përkundër nëse mund të themi asoj disfate të cilën e psuam ndaj Turqisë në finalet të play-offit për Kupën e Botës? U pa edhe miqësore që i patëm mas asaj ndeshje, që prap grupi është i shëndosh, edhe është grupi i bashkuar. Ajo ka shumë rëndësi, edhe përkundër që na mungon disa yje. Unë e shpresoj shumë se nëse vazhdon kjo punë, edhe kjo harmoni mbrana ekipës, edhe lihet më herët, e lojnë federatën me punu rahat nga jashtë, mos përzin, mos i shtin hund aty ku duhet. Unë e besoj që kena një tarme shumë të mirë. Shumë. Krejt për fund. Përveç Portugalisë ka eshe në finale të kampionatit botëror. Një parashikim në këto minutat e fundit të emisionit. Franca, Argentina besoj që janë edhe Brazilja aty afër.
deri në gjysmë finale, besoj nuk e di tash rënditjen çysh ju bjen më herët, po Anglia, si kohë Gjermania. është, Gjermanin pe harrojmë, Gjermania Gjermania edhe është Gjermania, po. maj liba got, Gjermania. ka ekipe të Kanë mira, po super lojtar, kanë super musja, po Franca e ka Lize, oh my god, Franca ka. Franca është e frikshme. janë të frikshëm, të frikshëm, nejse. Përveç Gjermanisë, po besoj Gjermania, Anglia janë, po menoj, për mendimin tem, pretendent evropian, nëse shojmë Amerikën Latine, aty janë Brazili, Argentina, mandej ki, po menoj nga Afrika është Maroko, këto mandej ajo Egypti qendrore. luajti shumë ndeshje të mirë me Belgjikën, ditën e Absolutisht, po, Egjipti ka, ndëgjom, Egjipti është Marmusha kampioni dhe më i Salah, madh, po kampioni një më i dyshe që në madh Premier i League. Afrikës si kombëtare, po më më shumë ti ka të fitu me Kupa Afrikane prej ekipeve afrikano-verior, edhe Egjipti është një komb me shumë miliona banor, edhe me futbollist shumë të mirë të cilët po ashtu e duan shumë sistemën edhe e duan shumë shtetin e vet. Futbollisti që mund të shkëlqejnë në këtë kampionat botror sipas se Liridon Kukajt. Ka shumë, po prap pres nga spanjolli apo nga spanjolli. Okej. Jamal, i cili besoj që i ka me tregu pra vetën në këtë kampionat. Unë mendoj që Olize është një që mundet me shkëlqy edhe ka me dal nga një përfaqësuese afrikane, një emër i cili mandej në vitet e ardhshme në Evropë ka me bu emër të mirë. Unë ju falenderoj për këta minuta të cilët faktikisht Lese në 30 minuta një orë najtë më vend. Na shtyte pak. Ishte biseda e këndshme. Rënosh Falenderoj Faleminderit ty. U kënaqë, edhe me Liridonin fantastik. Faleminderit shumë i ku jam i dashur, shumë faleminderit. Faleminderit Liridon Kukajt, dikur futbollistit të njohur në vendin tonë, por jo vetëm, tani më trajnerit të tek pjesa e U21 përfaqësuesit të Kosovës, por po ashtu edhe tek skuadra e Gjilanit si ndihmës trajnerit Debatik Curit. Xuzin e kemi, produktonin është i Joni, e falenderojmë nga zemra. Edhe faktikisht Xuz jam bosh ndaj teje se duhet vinë një ditë në emision. Never bro. Shumë faleminderit. Ky erdhi fundi i emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit në Radio Kosova 1. Përndryshe nesër do të jemi Televizioni i Kosovës ju sjell më të rejat dhe ngjarjen më të madhe në vend. Lorat live. Po, Kupën e Botës. Nesër do të jeni në shoqërim me emisionin e radhës të ri. Po ashtu kushtuar kampionatit botror dhe me kolegun Edmond Thaçi. Ju falenderojmë për vëmendjen. Ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet tona në vazhdim. World Cup na RTK Radio.